Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Presidentja Vjosa Osmani pas shpërndarjes së kuvendit ka shpallur 28 dhjetorin datë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Presidentja i ka kërkuar të gjitha partive politike që të bëjnë një fushat të drejtë dhe dialog ndërpartijak. Ajo paralajmëron se pas përfundimit të mandatit do të qëndrojë edhe gjatë në shërbim të qytetarëve. Pasi nënshkroi dekretin për shpërndarje të kuvendit, presidentja Osmani dha edhe arsyet se përse ka vendosur që më 28 dhjetor të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe pse propozimi i partive të ish opozites ishte që zgjedhjet të mbahen me 21 dhjetor. Data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Lejoni t'ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakohshme, KQZ-s duhet t'i japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetut e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt, në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve. Presidentja është pyetur se përse ka vendosur një datë e cila ishte edhe kërkesë e vetvendosjes. Cili do president i përgjegjshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Osmani pati ankesa edhe ndaj pyetjeve të gazetarëve nëse është duke i shërbyer partisë së Kurtit. E para, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk i thua apo vepron pa vetdije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim përgjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vetdije. Pra e ka marr me vetdije të plotë, me besim të plotë që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës, e para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve, nuk janë kundër mërgatës. Por Osmani pati një porosi edhe për partitë e ish opozitës, të cilat e kanë kritikuar se po i shërben Kurtit. Po tash siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh, shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Siç po e shihni, përkundër këtyre akuzave 5 vjeçare e shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte edhe nesër edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës. Presidentja Osmani nuk tregoi se cila është e ardhmja e saj politike pas përfundimit të mandatit. Ajo tha se diskutimet për postin e presidentit do të fillojnë pas rezultateve zgjedhore të 28 dhjetorit. Ajo besoj qartëson gjithçka, por po e përmend do të jem duke shërbyer në institucionet publike të Republikës së Kosovës. Presidentja Osmani kritikoi partitë politike që kundërshtuan propozimin që përmes një seance të jashtëzakonshme, deputetët ta votojnë buxhetin e Kosovës dhe planin e rritjes së BE-s. Fatkeqësisht përkundër përpjekjeve të mëhershme dhe përpjekjeve të sotme nuk kishte vullnet mjaftueshëm politik që këto vendime të rëndësishme për qytetarët tanë të kryhen sot. Osmani ka sqaruar edhe mandatimin e Glauko Njufcës, i cili nuk i kishte votat e nevojshme. Ai ka qenë vetëm pak vota larg krijimit të qeverisë dhe kushtetuta kërkon që t'i japet mandati atij ose asaj që i ka gjasat dhe jo garancat. Në fund, presidentja Osmani tha se qytetari vendos se si do të jetë rezultati i zgjedhjeve. Lëvizja Vetëvendosje dhe partnerët e saj të koalicionit në takim me presidentën Osmani kanë preferuar 28 dhjetorin si datë për zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa partitë e ish opozitës kanë kërkuar 21 dhjetorin. Një ditë pasi mandatari Glauko Njufca dështoi në formimin e qeverisë së re, presidentja Osmani ftoi partitë parlamentare në takim. Ftesës së presidentes ju përgjigjen të gjithë për të dhënë qëndrimin e tyre në lidhje me datën që ata preferojnë për zgjedhje. Pas takimit, kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se 21 dhjetori do të ishte mundësi e mirë që vendi të mos humbë kohë në formimin e institucioneve. Arsyet pse do ta nis tani, për shkak se ne kemi pas
një shtyrje të vazhdueshme, një blokadë në krimin e institucioneve, që bjen kryesisht mbi barë dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se mbajtja e zgjedhjeve me 28 dhjetor do të i sjellë probleme qytetarëve, sidomos atyre që vijnë nga diaspora. Prandaj, sipas tij, zgjedhjet do duhet të mbaheshin me 21 dhjetor. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, me ju shpas zgjedhjet me 28 dhjetor, pra në periudhën e pushimeve. Kryetari Nismes Fatmir Limaj ka qenë kritik ndaj partive të tjera politike, për të cilat tha se as pas 9 muajsh nuk arritën të gjejnë konsensus për formimin e institucioneve. Për këtë tha se qytetarët do të kërkojnë llogari. Shpresoj që në zgjedhjet që vijnë do të kërkojnë llogari për gjërat kryesore të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Përfaqësuesi i partisë Guxo, Faton Peci, pas takimit me presidenten, kritikoi partitë e ish opozitës për mos konstruktivitet për një seancë të radhës për miratimin e buxhetit, ndërsa arsyetoi edhe kërkesën e tij që zgjedhjet të mbahen me 28 dhjetor. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale. Por a kanë preferenca partitë politike për koalicione parazgjedhore apo edhe pas zgjedhore? Kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se nuk ka vija të kuqe me asnjë subjekt politik, por preferon një qeveri pa vetëvendosje. Nuk kem vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi më të afërt sa i përket aspekteve programore, mundësisë bashkëpunimit me partitë që në të kaluarën kanë qenë në opozitë. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj është i bindur për një bashkëpunim midis partive të ish opozitës, por ju përgjigj edhe deklarimeve të Kurtit se AAK-ja mund të mos e kaloj pragun zgjedhor. Ai po na bën detin si vëlla, e falenderoj shumë. Duhet reflektojmë, nuk e kemi më luksin pas ditës së zgjedhjeve të ardhshme mos sjellsi deri tash. Ndërkohë, kryetari i Nismes Fatmir Limaj, i cili i ka dhënë kritikat e mëdha këtyre ditëve Albin Kurtit, nuk përjashtoi mundësinë që në të ardhmen të bashkëpunojë me të. Që të është dallimi, unë jap kritika, edhe kam dhënë kritika, argumentet politike dhe kritika është pjesë e demokracisë, vlerë demokratike. Ndërsa Faton Peci nga partia Guxo tha se nuk i mungon guximi që të hyjë në zgjedhje edhe si subjekt i vetëm. Ne edhe veç guximi nuk na mungon, as na ka mungu kurrë. Vendosëm atëherë se si e shohëm më të arsyeshme. Pas takimit me presidenten nuk kanë preferuar të flasin para gazetarëve kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai i LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurti ka shkruar se mirëpret vendimin e presidentes që zgjedhjet të mbahen me 28 dhjetor. Të gjitha partitë politike janë shprehur të gatshme për zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim të ngarkuarën me punë të SHBA-s Anu Pratipati, me të cilën ka diskutuar mbi zhvillimet e fundit në vend dhe zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit. Osmani theksoi rëndësinë e mbarvajtjes së procesit zgjedhor dhe respektim të standardeve më të larta demokratike. Në takim u trajtuan gjithashtu edhe çështje të ndryshme të bashkëpunimit bilateral, me rast presidentja Osmani riteksoi përkushtimin e plot për forcimin e partneritetit me aleatin më të rëndësishëm strategjik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se nuk ka buxhet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, por ministri në detyri financave Kuran Murati paralajmëron se buxheti i nevojshëm për zgjedhje do të sigurohet siç është shprehur nga kursimet dhe tepricat buxhetore. Ndërsa qytetarët shprehin qëndrime të ndryshme për daljen në zgjedhje. Dështimi për formimin e qeverisë së re, 2 herë radhazi çoi vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, por sa janë të gatshëm qytetarët dalin edhe në një proces të ri zgjedhor, i treti brenda vitit. Duke shprehur gatishmërinë për të votuar edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ndër qytetarë thonë se të njëjtat do të sjellin ndryshim të rezultatit zgjedhor e disa të tjerë shprehen të zhgënjur me politikanët. Po qysh jo, zgjedhjet demokratike arma më e fortë e qytetarit. Qytetari vetëm me zgjedh problemin. A mendoni që dëmtojnë Kosovën edhe një palë zgjedhje? Po gjithsesi, po kur janë gjërat që kanë ardhur, atëherë është e nevojshme që dalim zgjedhje, dhe ato ku me dalë me kënaqësi. Do të ketë ndryshime, shpresoj që do të ketë ndryshime, po ndryshe s'kisha dalë zgjedhje.
kina me dal, e kina me votu. Edhe kina me zgjidhë kush është më i drejti. Pak më nalë me shkuja më për. Në vend së rrimëti, për që ta po dalin zgjedhje, me ndryshu e diqka. Po do të dalë zgjedhje se një që obligim qytetar. Edhe gjithsesi do dalë, me qenë se me partit politike me këta udhëheq jemi shumë pak kënaqur. Po gjithsesi, pa tjetër për këtë vend e du këmbin tem. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen në një periudhë të shkurtër nga ato lokale dhe 10 muaj pas zgjedhjeve të rregullta parlamentare të nënshkurtit. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi edhe i një palë zgjedhjeve të paplanifikuara e për të cilat nuk kanë as buxhet përbën sfidë për këtë institucion. Natyrisht organizimi i një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër kohore përbën sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe stafin e tij, veçanërisht për faktin se aktualisht jemi në përmbyllje të administrimit të zgjedhjeve lokale të këtij viti. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si çdo herë tjetër, do të veprojë në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor, si dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Jo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Pra është një proces zgjedhor i pa planifikuar të ndodhte gjatë vitit 2025. Natyrisht se në mbledhjen e radhës të KQZ-s, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratoj planifikimin buxhetor dhe kërkesën buxhetore do ta përcjell për miratim në qeverinë e Kosovës. Lidhur me këtë çështje, Radio Televizioni 21 kontaktoi qeverinë në detyrë, por e njëjta deri më tani nuk dha ndonjë përgjigje se si dhe nga do të ndahen mjetet për organizim të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Por një ditë më parë, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se do të angazhohen për sigurim të mjeteve për KQZ-n për këto zgjedhje. Duhet shihen mundësitë se si mundemi që brenda transfereve, pra brenda kursimeve që kanë mbetur, apo mund të ketë teprica në për organizata buxhetore që të sigurohet buxheti i nevojshëm. Zgjedhjet e fundit parlamentare u mbajtën më nën shkurt të këtij viti, të cilat i kushtuan buxhetit të shtetit 7.9 milion euro. Kemi në studio për të shlajmëruar edicionin qendror të lajmeve, ndërsa ju kujtoj se sonte prej orës 20:10 Radio Televizioni 21 sërish do të transmetoj live natën e dytë të festivalit Kënga Magjike.